Volvo EX90, SUV apo një sniper për kamerat e iPhone-it. Po eci i qetë, duke bërë video për TikTok. Kur papritur, bum, kamera e iPhone-it u pris si të kishte rënë rufeja e Steve Jobs nga qielli. Jo, nuk është bug, është lidar. Po çfarë është lidari? E thënë thjesht është syri makinave smart. Dërgon puls drite me lazer, ma ca kohë i duhet për të kthyer mbrapsht dhe e kthen botën në një hartë 3D shumë të avancuar. Por ka një problem. Syri të njeriut nuk është se i bën dëm. Kamerës tënde të shtrenjtë i bën funeral. Sidomos nëse po përdor zoom, pra telefoto lens, sepse ai është më delikat, më i ndjeshëm dhe më mëkatar për lidarin. Në momentin që ti afron zoomin te makina, sensorët e telefonit fillojnë të digjen një nga një, si fishek zjarr në dasëm. Këshilla e ditës: mos e drejto kamerën te makinat me lidar, dhe kur mos e zmadho. Kamerat u bën smart, makinat edhe më smart. Ti bëu më i kujdesshëm. Mos i jep gaz syrit të tretë.